Ajo është bërë emri më i diskutuar brenda strukturave të Partisë Socialiste, por edhe më gjerë. Pavarësisht akuzave për ministrin e infrastrukturës, një gjë është e sigurt, ajo nuk do të ndalet derisa të kalojnë dallgët e forta me të cilat po përballet. Megjithatë, për të kapur majat e pushtetit, një gjë është e sigurt, duhet të dish të luash lojën e politikës dhe të kesh në xhep gurin rezerv, që të mos tërhiqesh edhe kur të gjithë i ke kundër. Nuk është rastësi që Balluku vijon të qëndrojë në krye të detyrës, edhe kur drejtësia ka folur kundër saj dhe ka ngritur akuza, por ajo e ka gjithmonë një as në mëngë. Për më tepër, ka bërë një deklaratë që ka çuditur jo vetëm parlamentin, por edhe opinionin publik. Ministrja foli qartë dhe shumë prerë, kur tha se në betejën politike ajo ka ulur shumë burra në gjunjë. Për më tepër, etiketoi deputetët që nuk ishin zë potent si meshkuj që flisnin si soprano. Në një debat me Agron Shehaj, Belinda tha: "O Agron, nuk e bën dot politikën me selfie, duhet të dalësh në shesh të burrave të përballesh. Kaq do të ngelesh, do të jesh gjithmonë një pronar i vogël i call centerave që nuk paguan sigurime e që i mban ato dje me vajza me pagë minimale. Nuk bëhesh politikan me Facebook, o Agron, nuk jemi në call center këtu. Ti e di shumë mirë që shumë prej jush i kam ulur në gjunjë dhe bëu pak burr. E fol me zë të fortë, jo me zë sopranoje." Mënyra se si është shprehur Balluku tregon se ajo nuk është rastësisht aty ku ndodhet sot.